Zoja e Fatimës, zëri i mëshirës në kohë lufte. Më 13 maj të vitit 1917, në një fshat të vogël të Portugalisë të quajtur Fatim, Zoti deshi që nëpërmjet Marisë të dërgonte një thirrje për kthim të zemrave, për paqe në botë dhe për shpëtim të shpirtrave. Ishte koha e luftës së parë botërore, kur njeriu kishte harruar Zotin dhe bota po fundosej në dhimbje dhe gjakderdhje. Në këtë errësirë u ndez një dritë qiellore. Zoja e bekuar ju shfaq 3 barinjve të vegjël, Lucis, Franceskut dhe Jacintës, duke sjellë një mesazh të shpresës dhe thirrje të ngutshme për lutje e pendes. Që nga ajo ditë, Fatima u bë një nga shenjtoret më të mëdha mariane në botë, vend pelegrinazhi dhe kthimi për miliona besimtar. Në veçanti, mesazhi i Zojës përmblidhet në 3 shtylla: lutja, pendesa dhe përkushtimi ndaj zemrës së saj të papërlyer. Ajo i kërkoi botës ta losë ruzaren çdo ditë, të bëj flijime për mëkatarët dhe t'ia kushtoj vetveten zemrës së saj të pastër, si një streh shpëtimi në kohë trazirash. Në dëftimin e saj të 6, më 13 tetor të vitit 1917, Zoja u prezantua si Zoja e Ruzarës dhe ndodhi mrekullia e diellit, një shenjë që vërtetoi para syve të mira dëshmitarve vërtetësinë e shfaqjeve. Ajo u tregoi fëmijëve pamjen e ferrit, jo për t'i friksuar, por për t'i shtyrë që me dashuri dhe sakrificë të ndihmonin në shpëtimin e shpirtrave. Porosia e saj nuk ishte vetëm për atë kohë. Fatima mbetet aktuale edhe sot. Botës moderne që shpesh e ka humbur ndjeshmërinë për mëkatin dhe për gjërat e shenjta, Zoja i kujton se kthimi te Zoti, forca e lutjes dhe përkushtimi ndaj saj janë rrugë shëlbimi. Pikrisht për këtë, Shën Gjon Pauli II, i cili i mbijetoi atentatit më 13 maj të vitit 1981, ja atribuoi shpëtimin e tij ndërhyrjes së Zojës së Fatimës dhe e përforcoi përkushtimin e kishës ndaj zemrës së saj të papërlyer. Në këtë frym është themeluar edhe lëvizja mariane meshtarake, e miratuar nga kisha dhe e përhapur në gjithë botën, që bashkon meshtar dhe besimtar në lutje e përkushtim. Në vende të ndryshme, shumë të krishterë mblidhen çdo të shtunë të parë të muajit për të përjetuar bashkësinë e zemrës dhe marinë, duke u lutur për kishën, për paqen dhe për kthimin e botës te Zoti. Fjalët profetike të Zojës përmes motrës Lucie na shërbejnë si udhërrëfyes. Nuk ka asnjë problem personal, familjar, shoqëror, kombëtar apo ndërkombëtar që nuk mund të zgjidhet me anë të ruzarës dhe flijimit ton. Fatima është një thirrje për kthim, por është edhe premtim. Në fund, zemra ime e papërlyer do të triumfoj. Zoja e Fatimës ndërmjetëso për ne. Na mëso të lutemi, të pendohemi dhe të kemi besim të palëkundur në mëshirën e hyjit.